Mirë, në këto momente do të diskutojmë për zhvillimet kryesore politike, si që kemi publikuar ditë më parë, janë regjistruar zyrtarisht 3 koalicione për zgjedhjet e 11 majit, Partia Demokratike Alanca për Shqipërinë Madhështore, ku është Partia Demokratike dhe 25 aleat, Nisma Shqipëria bëhet, ku është Lëvizja Shqipëria bëhet dhe Nisma Thurje, Djathtas për zhvillim, ku është LZHK dhe Djathtas 1912. Por si do të përfaqësohen palët e tjera, specifikisht do të diskutojmë në këto momente për Demokratët Euroatlantik. Kam kënaqësinë të kem në studio zotin Azgan Haklaj, ish deputet i Partisë Demokratike, antar i Këshillit tashmë drejtues, Këshillit Kombëtar drejtues të Demokratëve Euroatlantik. Mirë se erdhët. Mirë që gjeta, faleminderit për ftesën. Së pari duat ju pyes, u diskutua deri në momentin e fundit që mund të ishit pjesë e koalicionit mes LZHK-s dhe Djathtas 1912, të paktën nga deklaratat e 2 muajve të fundit. Çfarë ndodhi? Pse nuk u finalizua një marrëveshje? Sigurisht që edhe në këtë studio, unë kam drejtuar her pas here thirrje publike ndaj të gjitha forcave politike, opozitare, flukseve opozitare, që të bëhen bashkë i barabartë mes barabartëve. U duk sikur bisedimet po shkonin mirë, madje patëm mbledhur dhe harkun opozitar Euroatlantik me 27 parti, dhe pastaj për interesat e ngushta politike, utilitare, partit zgjodhen këtë format, këtë formë, dhe më thënë bëjnë disa grupime politike, disa aleanca, disa parti të dalin vete, dhe disa parti që ishin në harkun në opozitar të mashtruar nga zoti Berisha në një marrëveshje gentlemanësh, jo për përfitime, se s'përfitojnë asgjë, u rreshtuan me faraonin e tyre që i ka udhëhequr tash 30 vite. Sigurisht që demokratët Euroatlantik kanë bërë publik grupin e parë të kandidatëve për deputet, së shpejti kemi grupin tjetër dhe do të regjistrohem me koalicionin Euroatlantik. Ne u befasuam nga tërheqja e papritur e 2 përfaqësuesve të Partisë Demokratike atëherë që sot përfaqëson një subjekt tjetër politik që në shaj hakmarrje për shkak se nuk... Me ezaurua pyetjen. Ta bëjmë me dije për teleshikuesit, pikërisht ditën që do të mbyllë edhe afati për koalicionet, u bë një tërheqje e rekursit në gjykatën e lartë për logon dhe vullën e Partisë Demokratike nga juristë që tashmë janë në radhët e Djathtas 1912. Cila që arsyeja që ndodhi pikërisht në këtë ditë? Zero efekt ligjor. Të na dëgjojnë shqiptarët dhe njerë. Zero efekt ligjor. Pse? Sepse ata kanë bërë pa din si person juridik, si përfaqësues të Partisë Demokratike, të autorizuar nga Lulzim Basha. Dhe tani ata u tërhoqën pasi ata bën një koalicion dhe u regjistruan në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Dhe kanë bërë dhe arsyetimin, por kanë bërë dhe një mesazh kërcënues një ditë më përpara ndaj zotit Hasen, nëse nuk pranoni kushtet tona, ne do të tërhiqemi. E cilat ishin kushtet? Mesazh në nivel personal apo publik? Dhe kemi bërë publik në ato. Dhe cili ishin kërkesat? Drejtues jetë zoti Dashamir Sheh, kandidatit të regjistroj zoti Kthupi, dhe zëdhënës jetë zoti Kulluri. Dhe ne të çojmë strukturat tona atje. Pra këto ishin kushte shumë të arshpra për shkak të interesit tyre. Tani, të kam thënë në këtë studio... Kjo mos dakordsi, solli tërheqjen në rekursin e gjykatës lartë? Të kam thënë në këtë studio që përvetësimi i titullit zyrtar, sekretari i Partisë Demokratike, zotit Berisha, në kuvendin 11 dhjetorit është përvetësim i paligjshëm. Dhe ka dhe një padi në spak. Shkojmë më pas aty. Më përgjigjuni pse u bë tërheqja pikërisht në momentin që përmbyllej dhe afati ligjor për koalicionet. U ktheva pas që të vija aty të pyetja juaj. Më jepni këtë përgjigje dhe shkojmë edhe pas. Çfarë mund të bëni ju më tej? Si që mund të bëjmë? Në këtë fazë, pse u tërhoq juristi... Po them ka zero efekte ligjore. Në qoftë se gjykata lartë vendos të pushoj çështjen, rekursin tonë, për shkakun e tërheqjes së Ali Beajt, është precedent shumë i rrezikshëm që mund ndodh edhe me të tjerë. Ai ka bërë një padi në emër të Partisë Demokratike. Sot nuk përfaqëson të Partinë Demokratike. Djathtas 1912 është regjistruar muaj më parë. Pse u bë tërheqja në këtë moment pra? Po fakti që nuk e tërhoqi atëherë, po e tërhoqi tani, ishte shpresa që ata kishin që ne do u bindemi kushteve të tyre. Pra ata mashtruan publikisht. Dhe publikut i thanë që ne kërkonim zotit Basha që të drejton të koalicionin, ai nuk pranoi. Kjo nuk është as pak e vërtet, unë kam qenë non-stop në ideni të negociatave, të qenë bërë her pas here, dhe unë vetë edhe këtu, edhe në gjitha media tjera, u kem bërë thirrje partive politike. Edhe e shfrytëzoj rastin të bëj thirrje tani. Ende ka kohë. Partive politike, grupimeve politike, që janë regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve,
Është moment historik. Demokracia është në rrezik. Kombi, atëdheu, është në rrezik. Me këto aleancat që kanë ndodhur, kemi 2 organizata kriminale, zonjë. Cilat? Partin rithemelimit të Sali Berishës dhe me disa të akuzuar për korupcion, me vetë Berishën kryet dhe kemi rilindjen. Nënhetim dhe akuzuar prezumohesh i pafajshëm, sa ko nuk e një vendim gjykate. Është në ngrata, zonjë. Është në ngrata për korupcion madhor, përcenim të sigurisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Me gjatë informacionet janë se ka kërkuar një leje të posaçme për të bërë një takim me diasporën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka kërkuar leje të posaçme Berisha. Dhe nëse merr këtë leje, çfarë ndodh? Ta shpjegoj. Është prej kohësh pa endet kjo, që Berisha ka kërkuar një leje të posaçme, kishte kërkuar edhe një nga Afrika leje të posaçme, i sankcionuar po si zoti Berisha. Dhe edhe këtu në studiet tuaj, tandë e kam theksuar që vendos gjykata vendosi, megjithëse edhe ai kërkon të leje provizore, për shkak se New Yorku ka një status ekstraterritorial, që është kryeqyteti i ekonomisë, kulturës, diplomacisë, politikës, e mund të merrte pjesë. Dhe ata thanë, vetëm në rast gjykata, vetëm në rastet për hir të interesit madhor të Shtetit Bashkuar të Amerikës. E qartë, po për te kësaj, të qenit në ngrata nuk e pengon në këtu që tjetë në zgjedhje të drejtoj një koalicion opozitar të marrë mbështetjen e elektoratit? Nuk e thash atë. Unë thash një gjë tjetër. Berisha ka bërë një marrëveshje me disa parti dhe ka bërë marrëveshje gentlemenesh me disa parti tjera që i ka mashtruar, sepse s'kan asnjë mandat. Cilat? Janë 27 i ka, 5-6 parti ka bërë marrëveshje. Mirë po, s'ka paradoks më të madh se sa të jetë dulja me shpëtimin Drizin. Dhe ky fundit u përfshi pikërisht në orët e fundit të ditës së fundit që lejoi zyrtarisht edhe regjistrimi i koalicionit. Po pra, dhe tani. Si mendoni, cila që arsyeja? Mund ta pyesni zotin Idrizi. Unë kam bashkëpunuar gjatë me zotin Idrizi, kemi bërë dhe festivalin e Këngës së Ballakshit. Berishës pse i duhen të dy në një koalicion? Berishës i duhen të gjithë në një koalicion, sepse Berisha shkoi në Greqi zonjë. Shkoi me Fredi Belerin. Atë të kam thënë në këtë studio që loja e Ramës me Berishën ishte një ping-pong politik kot, sa për të fshehur hodhën gurin dhe fshehën dorën, sepse ata me lojën e tyre shuan Belerin në Parlamentin Evropian. Dhe Nuni Mitsotaqisit, kur u kthye nga Parlamenti, tha, ne do të vetë vendosim. Kush do të vetë vendosim? Dhe ditën që Berisha shkoi për të takuar qytetarët emigrantët, zoti Beleri përkujtoi 111 vjetorin e Vorjepirit. Pra ishte gjë fatale. Dhe nga aty shkoi tek zoti Berisha. Pra Berisha ishte me Fredi Belerin që ka quajtur terrorist, njeriu që ka dhënuar simbolet kombëtare, tani e ka zëdhënës të këtij koalicioni të madh, sepse Berisha dhe këtë koalicioni të mbështetur nga grekët, sepse kanë marrë përsipër kurimin e portretit të zotit Berisha, politik, mediat greke dhe sociologët greke, e kanë lëshuar frontin. Këtë Berisha një ndikim aq të fortë në Greqi? Fronin sepse ka lëshuar pozicionin. Do ta dorëzoj kandidatin për kryeministër, Ingrid Ninaj. Siç ka bërë në zgjedhjet lokale, a bëri... Çfarë përfaqëson ky? Përfaqëson sociologët greke, që janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do ta shesin si shqiptar. Ku është aktualisht? Do ta shesin si shqiptar amerikan. Nga keni këtë informacion? Do ta shesin si shqiptar amerikan. Po më kanë marrë qindra vetë në telefon. E kam thënë dhe herë tjetër, do ta shesin si shqiptar amerikan dhe do të jepet leje për vetë vendosje, për krijimin e sensacionit. Himar, Dropull, Finiq, duke aneksuar Konispolin. Madje kanë zgjuar dhe kërkesat e Gorës dhe të Gollabordës për të shkëputur për të bashkuar me një komunë. Në rastin, në çdo rast to mund të konsiderojnë lajthitje, zoti Haklaj, nuk vlen për tu përcjellë një studio televizive. Asociacion në Shqipëri, asociacioni po vjet në pikpyetje në Kosovë për 4 komunat me shumicë serbe në veri. Në Shqipëri është lajthitje kujt? Lajthitje atyre që e kanë përcjellë si informacion. A ka bërë deklaratë zoti Fredi Beleri, ne do vetë vendosim për jugun e Shqipërisë, zonjë. Fredi Beleri nuk mund vendos për Shqipërinë, zoti Haklaj. Nuk paraqesim teza të tilla në një televizion kombëtar, absolutisht jo. Zonja, ka bërë kryetari i Omonjas, ka bërë deklaratë publike që ne do bëjmë bashkimin e komunave. Ata mund të kenë çdo lloj dëshire, siç i kanë serbët për Kosovën. Zonjë, Edi Rama ka deklaruar. Këto janë të pamundura, le të mbeten dëshirat të tyre, zoti Haklaj. Më të gjitha duken të pamundura. Zoti Edi Rama
Ka bërë një deklarat këtë ditë. Vim tek zhvillimet politike. Po, zhvillimet politike, nuk është momenti të përcjellim teori, teza të tilla. tilla. Jo, janë teori, këto janë praktik. Edi Rama ka bërë deklarat publike. Regjistroni në mënyrë vullnetare. Nëse kapni 20%, ju do të keni gjuhën shqipe, sepse këto e parashikon kushtetuta. Çdo komunitet që arrin 20%, në zonën e tyre do të marrin shërbimin në gjuhën e tyre, do të kenë shkollimin në gjuhën e tyre. Zoni ka marrë Vangjel Tavan nga Dropull i ka quajtur Himar. E ka bërë prefekti një herë, e ka bërë prefekti... Ligji për minoritetet, i hartuar në përputhje me standardet europiane, parashikon 20% si të t'jaklaj, gjuhën e tyre, por jo asociacion, kjo nuk mund të përcillet si tezë. Si? Varrezat greke, a janë qujtë varrezat e Kosinës, varrezat e ushtarëve, janë qujtë varrezat greke? Ajo që përdorë t'ju asociacion është e papranueshme. Asociacion e kanë përdorë ata, nuk e përdorë unë. Ata le ta kenë dëshirë. Pa ata përdorë dhe unë e denonsova pra. Dhe e denonsova për t'i thënë edhe çamve, edhe shqiptarëve. Se ky që për qellë është shpall, është bërë notë proteste për këtë zotrinë tu në Preshevë, sepse unë kam thënë Qamëria dhe Presheve janë 2 degë të thara, 2 degë të thyra, po jetë thara të listit kombëtar shqiptar. Dhe këtë po them unë pra. Dhe kam detyrim moral, qytetar, politik, të denoncoj atë çfarë po përgatitet. A erdhi gjikuria zonjë? Nga Amerika për të bërë kryetar, nuk u bën. Njëri ishte... E qartë, por ju po akuzoni Berishën mbi legjenda urbane. Po Berisha nisi, si që ka nisi në Verhoqa në Dropull, me 2 fjalë, e nisi fjalimin e tij, ky patriot i madh, nisi greqisht zonjë. Dhe, a ka deklaruar... Jo thjesht Berisha, kushdo të ishte, sigurisht ne nuk mund të paraqesim ide të tilla, teza të tilla, se po synohet edhe do të realizohet një asociacion, kjo është e pamundur dhe nuk mund të Ne po i denoncojmë zonjë, ne po i denoncojmë. Siç kemi denoncuar. Janë pa fakte këto. Janë në kuadrët e legjendat urbane. Popullimin e Gjadrit dhe Shëngjinit me njerëz të botës tretë. Mos ishin paralele se janë gjëra krejt të ndryshme. Jo, janë gjëra krejt të ndryshme. Absolutisht janë të ndryshme. Jo, janë të ndryshme. Jo, fare. Kampet do të operonin për një periudhë të përkohshme. Është ndryshe. Dhe janë mashtruar dhe opinioni publik me shtetin Bektashi zonjë. Jo, Bektashit nuk kanë kërkuar. Mos kalojmë tek në det. Kjo është një platformë për të llogaritur çdo vot. Kjo është një platformë për të llogaritur çdo vot, zonjë. Është një platformë për të llogaritur çdo vot. Në qoftë se Bektashit i kanë marrë peng 2 batakçi, Berisha dhe Meta, tani i mbori peng Rama për t'i përdorur për interesat e veta. As se ka hallin e shtetit Bektashi, as se ka hallin e demokracisë. Pra njëri i bie thumit, tjetri bie potkonit dhe të dy kanë bërë marrëveshje. Po ju ku e keni fokusin? Ne kemi fokusin. Pra, cili është programi? Cila është platforma juaj? Ne kemi shpalos platformën. Ne kemi i vetëm një parti që kemi program ekonomik. E kemi shpalos më 1 qershor. Çfarë? Ku mbështetet? E kemi një program ekonomik të hartuar, të mirë studiuar nga ekspertët më të mirë të gjitha fushave shqiptare dhe me ekspertët më të mirë të institucioneve ndërkombëtare, et FMS. Dhe 10 ditë mbasi ne e kemi bërë shpalosjen publike, na është marrë vula. Dhe tani zotrit tërhoqën kërkesën që kanë bërë për rekursin. Pra, zoti Alibeja, të kom thënë, për ja thëmë publikisht dhe jërë. A keni pasë kontakt? Ka pasë kontakt basha me Alibeja në streqës me rekursin? Zonjë, na pengoj, bashkë me Gazbarën, në zgjedhjet e 14 maj, 2000, na pengoj zonjë. Mos kandidoni me 61 kandidat. Dha dorëheqje pa u konsultuar mas një strukturë të partisë. I dorëzoi zyrat Saliberisë dhe tani tërhoqi i futi thik pas shpinën e demokratëve. Kanë abuzuar me besimin e demokratëve. Por ne rezistuam, gjetëm formulën për të paraqitur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve e për të qenë alternativë kongruese. Pra, jemi vetëm një parti që kemi doktrinë ekonomike, jemi vetëm një parti që kemi doktrinë politike, vetëm të politikanëve. Listat hapura. Pse i tremen këta minj që janë fshehur në listat e mbyllura? Pse i kanë frikë popullin? Pse i kanë frikë votën e popullit? Ne jemi për listat të hapura. Jo me i caktuar kryetari, por me i caktuar populli, me i zgjedhësi, me i zgjedh vetë atë që ja beson pushtetin. Ne jemi për vetëm të politikanëve. Jemi për mbështetje pa kushte të SPAK-ut, të reformës në drejtësi, sepse SPAK-u ka një mision hyjnor sot për të çliruar demokracinë, shtetin e së drejtës dhe institucionin e votës lirë nga pengmarrja e Sali Berishës, Ilir Metajt dhe Edi Ramës, sepse ata i mbyllën listat zonjë. Tani, a ka gjë më të turpshme se sa të jetë Ilir Meta në listën e mbyllur të demokratëve? Për çfarë bëri primari Sali Berisha? Meta deri në këtë fazë prezumohet i pafajshëm, sikundër çdo person tjetër i cili është në hetim apo dhe në akusë. Unë këtë e di shumë mirë.
Atëherë nuk ka asnjë pengesë ligjore që Meta dhe kushdo tjetër që është në paraburgim të jetë në listat e kandidatëve për deputet. Po të jetë në listat e hapura, zonjë. Është zgjedhje e subjektit politik dhe koalicionit këto, zoti Haklaj. Provoje Mejdanin, të jetë në listat hapura. Unë kam qenë i burgosur me urdhër të zotit Meta dhe me prokurori politike të zotit Meta, të cilët kanë fabrikuar një sër akuzash, të cilët i kam shkërmos njëra pas tjetrës në ballafaqimet me gjykatën dhe në gjykatë lartë, pra kam dalë unë deputet nga burgu. Por çështja nuk mbaron nëse del deputet, sepse do hiqet imuniteti dhe do kthehet prapë akuzave. Akuzat janë aty. Dhe Berisha nuk do ta nxjerrë vesh vetën. Nëse shpallet, sigurisht do të jetë në listën e sigurt. Mendoni se do të kemi tjetër më sigurie për të, do të bëj vetimin dhe të mund të kthehet jetës parlamentare? Berisha dhe Rama kanë firmosur një ujdi. Cila është kjo? Shkatrimin e reformës zgjedhore, mbylljen e listave. Këto janë dyshimet tuaja? Jo. Ku është ujdia? Dhe ujdia është për t'i dhënë shqiptarëve parlamentin 313. Do ketë dhe të tjerë në listën e zotit Berisha, do t'jetë dhe dhëndri ti. Po për Berisha po e përdor precedentin për Metën, që ta ketë dhe dhëndrin. Do ta ketë dhe Rama Veliajin. E kemi dhe Bushkën, kryetarin e Komisionit Ligjeve, e cila zëzojnë publikisht. Tani është bërë publike që ka kërcënuar dëshmitarin, i ka prish telefonin në zyrën e avokatës popullit, dhe i ka thënë nëse ke nevojë, unë të ndihmoj. A është fatale kjo. Pra kemi kupolin e Partisë Socialiste në akuzë, në burg, në rati, në hetim. Kemi qeverinë në akuzë, në rati, në hetim. Kemi rreth 30 kryetarë bashkiet Partisë Socialiste, që janë disa me dënimet dhëna. Kemi disa të Partisë Rithebelimi. E qartë, ja bët bilansin të dyja palëve, por kjo situata do t'ju favorizoj ju dhe partit e tjera? Kjo situatë në kërkon ne, si mision, e ne u a kërkojmë partive politike, edhe grupime politike, aleancave që janë regjistruar, që është moment historik kombëtar. Ende ka kohë, me një listë të përbashkët, me një tryezë të rrumbullakut, për të shpëtuar demokracinë atë dhe unë dhe kombin shqiptar. 70% i ka sot kredenciale. Si shpjegohet, pavarësisht thirrjeve publike që bëhet, asnjë subjekt nuk u bashkua për të shkuar me një koalicion? 70% i ka sot kredencialet publike SPAK-u. A mundet tani të fitojnë Berisha dhe Rama dhe Metaj në 11 maj, që ka një logjik, ka një deduksion. Sepse SPAK-u tërkanë që në Bermudës po këtë. Dhe është i vetëmi personazh, Lulzim Basha, që ka bërë marrëveshje. Me kë? Ka bërë lobbying në Departamentin Drejtësisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës për të mbështetur SPAK-un në misionin e tij për goditjen e korrupsionit. E ka patur dhe presidenti Biden dhe presidenti Trump, që korrupsioni synon sigurinë e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Çfarë qëndrimi do të mbajë Trump për SPAK-un në vijim, si mendoni? Po, presidenti Trump... Pra, presidenca, administrata e dytë Trump. Në kohën e presidencës Trump, presidenti Trump e presidencës të zotit Trump, ka filluar reformat e drejtësi. Por nuk ju bën përshtypje që gjatë kësaj periudhe nuk ka pasur asnjë reagim edhe për situata të ndryshme? Me përmende dhe në ngratën. 2016-2020 është president të zotit Donald Trump. Në 2017 një shteqe drejta vizës të zotit Berisha për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe 2018 shoku i vetë, Sultan Rama, i ka thënë zotit Sali Berisha. A e kalon do të oqanin? Tani bërë përsërit Berisha Ramës. Është edhe Rama i rrezikuar? Po ja përsërit Berisha pyet Berisha, në them mos sjell teori konspiracioni. Po me që keni informacion pra, me që po e sillni. Rama nuk ishte, zonjë nuk ishte në inaugurimin e presidencës të zotit Trump. Ishte vetëm një kryeministre nga gjithë Europa? Jo. Kryeministri Meloni. Ku ishte zoti Rama? Ishte në Zvicër me Alex Sorosin. Pikërisht pra nuk ishte ftesë. Dhe sepse e përmendet ti, sa u kthye me Alex Sorosin, shfrytëzoi ditën e Bektashive, festën e Bektashive, i përçau, sepse u thirrën veç Bektashit, që i shkonin pas avazit zotit Rama, shpallën shtetin Bektashi, dhe kush i shpalli? Rama, me të shoqen e Erion Velia me të shoqen. Ta në etrit themelues të shtetit Bektashi, që e kemi me Marakti. Dhe këtë e bëri, pasi ja dha mundësinë Erdoganit për të shpall luftën e shajt apo xhihadin nga xhamia namazgjas. Kjo është politika e jashtme e Ramës e Berishës për interesat e veta. Dhe ne i drejtohemi popullit shqiptar. Është moment kritik. Si shpjegohet që asnjë drejtues i subjekteve të tjera nuk u bashkua programit, platformës, frymës, kauzave që u përcjellni deri tani?
Po qa ka uzë shka Nuk ju pam pra në një koalicion. Në i thuj ka uzët aty. Ju tuaja. Pse nuk u përqafuan nga subjektet të tjera? Lulzim Basha ishte në ceremoninë e presidentit Trump apo jo? Ishte në ceremoni. Bani dhe vizit tjetër? Po që rëndësi e ka kjo? Po ka rëndësi pra, sepse është interlokutor. Nuk do votojnë në shtetasit Amerikan, do votojnë shqiptarët në 11 maj. Nga njëra anë thue, ja heqin në ngratën, nga njëra anë, nga në qëtër. është e pretendim një synimi demokratëve që të jetë një vizit zyrtare, aq. A ishte zotria se këta thonin që nuk shkon në Amerikë. Shkoj. A i ben komplot, zonjë. A i ben komplot, a i ben një kryzat të gjatë, disa vite me qalë si të Gunigal. A është kunër Berishës qalë si zonjë, apo kunër Bashës? A është kunër pëdës të Lulzim Bashës? Dhe pasi nuk e majtë e qartë, ju a bot bilancin atyre, po ju këtu, si do të përfajsojnë i pranë zgjedhjeve e 11 maj? Kjo është e gjitha. Me kandidatët tanë Euroatlantik, koalicion me Aliancën Qytetare, në mbështetjet SPAK-ut, në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar, aleatin gjeostrategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian e Mbretërinë e Bashkuar. Prandaj ne jemi në rrugë të mbarë. Dhe prandaj po i ftoj prap partitë politike e aleancat të lanë me janë interesat politike. Cilat parti po ftoni në këtë moment? Që nuk janë peng të trekantit Bermudës. Këtu ndahet misioni. Që nuk janë peng të trekantit të Bermudës. Këtu ndahet misioni. Bashkë në një listë të përbashkët në mbështetjet SPAK-ut për mbrojtjen e demokracisë. Mbrojtjen e shtetit të së drejtës e pluralizmit politik. Mund të përmendni ndonjë subjekt që shihni jashtë të ashtu quajtur i sipas të subjektet politike që nuk kanë shikozonë. Zoti Rama ka bërë një deklarat si sa që mund në këtë parlament nuk bashkëpunoj me nëngratën. Të gjitha ujdit i ka me nëngratën. Zoti Berisha ka... Jemi tek ju dhe koalicionet, aliancat e mundshme. Zoti Berisha ka bërë një deklarat. Sa të jem unë... Kanë bërë shumë deklarata, s'kemi koti për cëllim gjithë. Jo, po këta në deklarata themelore. Po, ishim duke diskutuar mundësit tuaja për të bërë koalicion. Po këta në deklarata themelore. Pra në listë përbashkët. Po këta në deklarata themelore. Thash, ka e ndëko pra. Ka e ndëko. Në orën 12 të datës 12. Cilat subjekte pra shihni konsideroni të tilla? Që nuk janë në bashkëpunim me Partinë Socialiste, apo rilindjen dhe në bashkëpunim me Shqipërinë madhështore të Sali Berishës, duke kopjuar Trumpin, dhe këta kanë vendosur të shkojnë bashkë me faraonin e tyre deri në fund. Le të vazhdojnë rrugtim të marrë. Ata nuk e marrin pushtetin. Këtë e din. Si që bëri me mashtroj për primaret, për herë dytë i mashtroj. Dhe shife listën, do të thrasësh ku ta bëj listën. Berisha tha, mund të jesh mbi prag. E tha, ka kushtozime, tha. Jo domosdoshmërisht nëse ke fituar në primare, të jesh në listën e sigurt. Pse u tallë me demokratë? Sepse kanë vënë disa kritere. Është hera kritere, është hera dytë. Po, ju se keni gjetur më veten atë subjekt, ndaj nuk jeni aty. Kështu që le t'i shfaqin ankesat demokratët e Berishës tashmë. Zonjë na ka marrë vullën në bashkëpunim me zotin Edi Rama e Belinda Ballukun, i është dhënë vula në mënyrë të paligjshme, një grup gjyqtarësh, të gjykatës Tërheqjen nga rekursi e bëri Alibeaj. Pa respektuar. Po pra, Alibeaj që nisje ka dëshmuar. Tani Alibeaj vërtetoi që nisje. Si, Alibeaj bashkëpunon me Berishën. Absolutisht. Edhe marrëveshjet që i ka me Berishën. Për çfarë? Pse bani tani? Pse s'pranoi koalicionin? Pse a dëshoj zyrët Sali Berishës? Pse nuk pranoi 61 kandidat ku ishte kryetari komanduar? Pse dha dorëheqje pa konsultuar me strukturat e Partisë Demokratike? Pse kërcënoi një ditë para skadimit të aleancave? Këto janë fakte, zonjë. Nuk janë konspiracione që ti ke dëshirë të quash konspiracione. Berisha bani deklarat. Do të arëzojmë Edi Ramën. Erëzoj? Jo, zonjë. Pas çdo mitingu që bënte, kishte një marrëveshje. Një aleancë, një kull, një vull. Tani ka bërë aleancën e vullave, aleancën e kullave dhe për interesat e veta. Për ta përdorur si bunker në betejë me Greqinë. Jam jashtë minutazhit. A ka pasur një kontakt të Bashës me Alibeajin pas tërheqjes rekursit në gjykatën e lartë? Basha ka patur kontakte me të gjithë, zonjë. Jo, pikërisht për të zhvillim. Basha ka patur kontakte me të gjithë dhe Basha ka pranuar çdo kërkesë të tyre sa ata kanë dalë jashtë logjike. Sili strukturat, emrin ton dhe i firmosim ne kandidatët. Këtu kanë dalë jashtë normalitetit. Basha u ka ofruar çdo lloj bashkëpunimi, jo vetëm atyre, por të gjithëve. Edhe unë u ofruar. Kam qenë koordinatori i harkut opozitar Euroatlantik. Pra ju ftuan edhe se hapën derën në një farë mënyre. U kemi afruar dhe listë të përbashkët dhe shkuan sepse janë mësuar ata të shërbejnë Sali Berishës. Marrëveshje gentlemanësh, kanë mashtruar dhe antarët, ato pak antarë që kanë, që jemi në koalicion me Sali Berishën, s'kan asnjë mandat në listët e Sali Berishës. Asnjë mandat. S'ka gjë më të turpshme se sot votosh Ilir Metën. Ashtu si që bëri herën e parë, që bëri thirrjen nga Shkodra, mos e votoni Partinë Demokratike,
e i lëshojnë kurth të Ilir Metës dhe demokratët votuan Brahim Llarin. Ku është Brahim Llari zonjë sot? Është tek Partia Socialiste. A është të Partia Socialiste? Brahim Llari që ka firmos këshilltarët e Partisë Demokratike. Dhe tani, gjykata apelit që rrëzoj, ja dha vullën Saliveris, rrëzoj krejt zonjë, rrëzoj zgjedhjet e 14 majit. Dhe ligjvërtoi këshilltarët, rrëzoj Kasin, kolegjin zgjedhor dhe Komisionin Qendror Zgjedhjeve, sepse e quajti pa fuqishëm juridikisht, liber dhe i dha fuqi juridike Komisionit të rithemelimit. Kjo është demokracia që na kanë prodhuar tre këmbë Bermudës. Kjo është demokracia që na kanë afruar këta zotni dhe ta kanë për 30 vite kanë sunduar, nuk kanë qeverisur, kanë bërë jo drejtësi, por mobokraci, oklokraci. Këtyre po vjen në fundit, ta dish këtë. Dhe ne ftojmë të gjitha partitë politike, ftojmë qytetarët të mbështesin platformën tonë. Platforma jonë është mbështetja e drejtësisë. Drejtësia të çliron demokracinë e marrë. E përthollet dhe më herët. Mirë, shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, pas pak me zhvillime të tjera.